apo vrulli i negociatave, telefonatave për apo takumi me pika i kafe, që shu takun Memli me Albinin atër kur patë marrëveshje ndërkombëtare, mendoj që të ndodhë në periudhën kjo e mërkure deri në fund të javës sashme, deri në fund të premtës sashme. Këtu do të ta qënë kështu kushtimisht në zhargonin politik, ka mu kështizat e inateve, ka me mbizotnu nevoja për me, qysh me thonë, mi hangër do të shia, cili do, a vëden qysh, edhe me te kalu këto ndasit, hendeqet e mëdhaja, të cilat janë bo edhe për arsye të ndryshme. Po pati disa levizje, gashtis, këtu s'bën me janë ashkalu, do më hanë. Po gjithë më po ata levizje bojnë besa ata s'janë listë të milun me një venë. Me vesh në ka, ku në mon vjosa shkon në Glogjan. Ja, kam po mira, kam po keq. Më falë tash. Shiko, o president e venit është mirë me shku, bon edhe mos me shku. Bon. A dyn, se nuk është diqka që... Kam po keq, sa kam po mira, se po del kontradiktor. Problemi nuk është që ajo e thënë një agent ose një regull kushtetus, nëse nuk shkon, mund me qenë Bruxelles, mund me qenë Washington, s'hiç ka rëndësi. E qonë një delegacion ose në regull një kunur, atje në regull jemi këtu. Por, sinjoli që e japë, vjosa në Glogjan, po i mirë. është në kuptimin që po donë mja bon me dije këti dosit tonë, binushit, që i thomune, që nuk kemi bashkëmije. Po tu ti ka shku me lutra mushi. Vita kuj Galin. Kur e sheh zoti Kryeministër, që ajo zoja është në kull aty po pin dohol gum me rambon, prit tashme. Gvak po kemi, shiu s'po na... Po 4 vete ka zor. Ky ka 48 prit po duj ka thonë vjose sa la ile shko të ramushi me 4 deputet se shkojnë koalicion me mu. Po pse po këcen? Ka dalë kemi vatë. Kër shë kë, që ajo po japë një sinjal, quhet kë e ta bonë ramushin patriot. Do më da ke po filmin me Mel Gibson. Po kryeministër se banë. A për patriot asun e qban, e asun e banë Albin Ramushin. Do më onë edhe kemi me lezu fjalin, cilën i japë Jehon edhe Dejona Mihajli. U mirë ka po. Prit, po jo, se shumë me rëndësi është që ka menon Dejona. Fatkesisht në Kosovën tona, din? Shumë me rëndësi është. Asa Kurti e asë kërkush tjetër këtë Kosovë. Asë mundet me bo, asë mundet me qbo, si patriot, Ramush si figura politike, është lartë me heq, edhe që si dëgjojnë aleatët mujnë me shmau zoti Goshi. Me 400.000 vota, e qonë presidentin me lut një lider që i ka 60.000 vota. Shije që ke mungu do ditë e pas ke nevoj me fol, po kjo zonë që po ki argument, adin. Problemi është që që ki faktori shtensionus që ndodhi, qoftë në buroj, qoftë në Glogjan, në mund po dëshmon që këta tash kanë nevoj për njoni tjetërin. Hirë për s'pohinje në të faktori e ti, ka u mira kesh. Kush ka nevoj për njoni tjetërin ma doshi? Kush ka? Krejt për krejt. A krejt për krejt? Shko aty s'ka rëndësi se shiko tash edhe kryeministri Kurti, për ka si plevizjave të vendosje, po ka nevoj për 3 numra. 3 numra nuk ja garantojnë marrëveshjen ndërkombëtare. 3 numra nuk ja garantojnë presidentin. Domthon, çata 3 numra, këta është bëkshyer me shumë fishu, me i bon janë 20 mundësisht që e thash Shqipja, ose edhe ti e tha, me PDK-n ose me LDK-n, hiç ka rëndësi me kohë, që edhe dhe jom, për stabilitet të vendit, edhe për me i dhonë vendit një zonë ma të fuqishëm, domthon, është mirë me PDK, realisht. O partia dytë, s'mund me anashkalu. A këtu ka ndodhë anashkalimi, po problemi është që qëndushmëria, asoj qeveria kish me qenë ma e madhe. Kjo qëndushmëria, kur flosën të bomi ferë, qëndushmëri mund me pos edhe opozita me një qeveri nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e japin mbështetje, edhe gjatë vitit, domethënë, zbatohet marrëveshja për normalizim, gjë që i bjen që thot Necmettin Spahiu me ngrej flamurin e Kosovës në Beograd. Nëse që ajo ndodh, kjo qeveria opozitës, pëse është e opozitës, që ndodhën 4 vjetë, pa asë një dert, pa asë një problem. Sepse edhe Albin Kurti, edhe vetë vendosja, e din tashmo, edhe pse kanodit e fitoja me mjete jo legale dhe jo legjitime, e din tashmo që Kosova nuk kallet mo për shkak tekeve ideologjike.
Pantina? Unë mendoj që vetëvendosja nuk po e pret certifikimin e zgjedhjeve, se po mundohet me ngadalësu, po e pret me folë me këtë gjuhën popullore një farë selami prej Amerikës. Sepse vetëm ata nuk kanë folë hala qartë azin, nëse do mbështesin apo jo, ose cilat janë kushtet, po thamë kushtimisht, se ata zbesoj se qesin kushtet, po rekomandimet po i quj tyre, sa i përket marrëveshjes. Unë mendoj që kur ti pepret një lloj sinjali, ato tweetet që po i shpërndan Grenelli nuk janë edhe shumë qartë, menoj, ose nuk po dihet hala cili është roli apo fuqia ti brenda administratës së re të Trumpit, nëse ai do të jetë figurë e rëndësishme, sidomos sa i përket raport, a do të mirë domethënë me neve, sa i përket raporteve Serbi-Kosovë. Po njëri që hinë në zyrën ovale të presidentit nuk është i parëndësishëm. Që tu binë këtë kalkulimet. Dikush tha, bile mu me mirë kur nga veta